nisma? Unë mendoj që po të kthehet procesi në zero, tash me arsyetimin e gjykimit do ta shohim saktë se si sheh gjykata kushtetuese procedimin tutje, por nëse votohet në pakun, mendoj që do duhet të votonin. Edhe pse tashmë jemi në mes të një procesi zgjedhor lokal, ku kryhet raundi i parë, edhe kemi shumicën absolute të komunave që do të shkojnë në balotazh për kryetar komunash nga subjektet politike, dhe kjo bën pak më të vështirë ndoshta votimin të një përfaqësuesi serb nga partitë opozitare, duke qenë se lëvizja vetëvendosje tashmë veç është deklaruar që nuk do ta votojë pavarësisht kërkesave nga gjykata kushtetuese se arsyeshmërisë ligjore që e dëshmon gjykata kushtetuese, dhe kjo i bën që të jenë në disfavor në kuptim të fushatës për balotazhin, sepse do ta kemi një retorik mjaft ashpër të lëvizjeve vetëvendosje, duke sulmuar partitë që në fakt janë racionale dhe që e dojnë interesin e shtetit, ma shumë ndoshta se sa një përfitim elektoral, dhe nëse i votojnë do të kemi një goditje ndaj tyre se këta janë me listën serbe, që këta janë mundësi me listën serbe, ne jo, dhe në këtë formë do të favorizohen në balotazh. Prandaj mbetet me pasë se Pra një farë forme ekziston edhe frika tek partitë e bllokut ish opozitar ta votojnë në kryetarin serb, pikërisht për shkak të arsyeve që përmendët. Zgjedhjet lokale dhe fundi i mandatit të presidentes në mars-prill të vitit që vjen janë arsyet kryesore të kësaj zvarritje së gjatë. Do thotë e kemi zgjedhjet nacionale që do duhet të shkojnë për shkak se nuk e kanë shumicën asnjëri 80 vota për zgjedhur presidenten, dhe prandaj secila prej subjekteve politike janë duke kalkuluar për interes politik, e barra kryesore bien mbi lëvizjen vetëvendosje për shkak që ajo është përgjegjëse për të hapur rrugë dhe përgjegjë zgjidhje për krijim të institucioneve, dhe prandaj nëse subjekti më i madh politik po refuzon me e zbatu mandatin ligjor që e ka, atëherë më të drejtë edhe partitë opozitare mund të shohin interesin e tyre politik, duke mos marrë primatin e diçkafit që as kanë mundësi me ndryshu, po as nuk është përgjegjësi direkte e tyre për të hapur rrugë. Sepse dhe sikur donin nuk i kanë numrat ose se kanë mundësinë ligjore që të bëjnë diçka më shumë përveç se me prit lëvizjen vetëvendosje të thret arsyesve dhe të hap rrugë procesit për konstituim kovendi. Në anën tjetër, thirrjet e faktorit ndërkombëtar po vazhdojnë edhe gjatë ditës së sotme.